9 janar 2026, Këshilli i Lartë i Prokurorisë vendosi verifikimin e pasurisë dhe figurës së kryeprokurorit të Fierit Elion Mustafaj si procedurë për riemërimin e tij në këtë detyrë. Është kompetencë e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për ta riemëruar në krye të Prokurorisë së Fierit, por ka detyrim të verifikojë figurën realisht, jo fiktivisht, siç bëri Komisioni i Vettingut, sepse ka disa prokurorë të cilët pasi kaluan vettingun me fshehje të dhënave për korrupsion dhe lidhje me krimin, janë arrestuar, shkarkuar, pezulluar dhe janë në hetim nga Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, SPAK dhe nga vetë Këshilli i Lartë i Prokurorisë, pasi u janë zbuluar shkeljet. Edhe kryeprokurorit të Fierit, Elion Mustafaj, pamfleti i ka zbuluar dhe provuar me dokumente zyrtare disa njolla, të cilat ju fshehën 3 komisionerëve të Vettingut, Albona Sanxhaktari, Firdeus Shuli dhe relatorit Olsi Komici. Ky i fundit është aktualisht deputeti i PS-s, ndërsa të tre rezultojnë të lidhur në interesa me dajen e tij, drejtues në Fakultetin e Drejtësisë. Dokumentet tregojnë se më 1 maj 2004, Elion Mustafaj filloi punë si kancelar me kohë të plotë në Prokurorinë e Durrësit, ndërkohë që në të njëjtën periudhë ka deklaruar se ndiqte studimet universitare me kohë të plotë në Fakultetin e Drejtësisë në Tiranë gjatë viteve 2003-2007. Në të njëjtën periudhë kohore kur ishte student me kohë të plotë në ciklin e parë universitar, ka deklaruar se paralelisht ka kryer edhe master shkencor pa përfunduar ende ciklin e parë. Bashkëshortja e tij, Najada Mustafaj, është punësuar në kompaninë Puka LLC në SBA, në pronësi të shtetasit shqiptar Dorian Puka, i dënuar 2 herë me burg në Angli për grabitje banesash dhe biznesesh dhe aktualisht në hetim në Shqipëri për trafik droge, gjovënie dhe pastrim parash. Najada Mustafaj jeton prej 13 vitesh në SBA, por përfiton paga mujore fiktive nga 2 kompani në Shqipëri, Alba Konstruksion dhe Klodioda SHPK, pjesë e grupit AFL SHPK, me ortak me cilët Elion Mustafaj ka patur lidhje hetimore. Për Elion Mustafajn ka 7 kallëzime penale dhe mbi 60 denoncime për abuzime me dosjet penale gjatë kohës kur ka qenë prokuror në Vlorë, Korçë dhe Lushnjë, si dhe pas vettingut si kryeprokuror në Fier, ku synon të riemërohet. Ai ka hequr nga dosja Bankers bashkëshorten dhe vajzën e prokurorit të tij, Luana Bazi, sekretar dhe drejtor ekonomik në prokurorinë e përgjithshme, të cilat dyshohet se kanë falsifikuar bilancet e kompanisë Bankers. Burimet besueshme kanë deklaruar për pamfleti se Elion Mustafaj ndodhet në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit me dyshime për korrupsion, ndërhyrje në hetime dhe lidhje me persona të sanksionuar. Prokurori Elion Mustafaj nuk ka deklaruar aktivitetin e tij në Shqipëri dhe SBA gjatë periudhës 1 maj 2020 30 prill 2021, kohë gjatë së cilës Këshilli i Lartë i Prokurorisë i dha leje pa të drejtë page me vendim numër 97 datë 15 prill 2020 dhe më pas e riktheu në Prokurorinë e Vlorës. KLP duhet verifikojë nëse Elion Mustafaj pas rikthimit nga leja ka firmosur akte hetimore në Prokurorinë e Vlorës që i përkasin periudhës 1 maj 2020 30 prill 2021, kohë kur nuk ishte në detyrë. Këto janë fakte që pasi u publikuan nga pamfleti, drejtuesja e KLP Mirela Bogdani, në vend që t'i verifikonte, mori në mbrojtje prokurorin Elion Mustafaj dhe tentoi të intimidojë median duke i kërkuar të hesht. Relator për verifikimin e figurës, integritetit dhe pasurisë së kryeprokurorit të Fierit Elion Mustafaj është caktuar antari i KLP-s Mojsi Duda. Nuk besohet se zoti Duda do t'i shpërfillë provat, pavarësisht faktit se të dy njihen prej vitesh që nga periudha 2004-2007 në Durrës, kur Elion Mustafaj ishte kancelar në prokurorinë e shkallës së parë, ndërsa Mojsi Duda, prokuror në apel, periudhë gjatë së cilës dyshohet se kanë krijuar marrëdhënie të afërta profesionale. Teksa në Shqipëri Rasim Zekaj administron pasuritë me vlerë miliona euro, produkt donacionesh nga Katari dhe Kuvajti, pasuri këto të tjetërsuara nga i vëllai Ramiz Zekaj. Në Kosovë Rasim Zekaj ka një dosje korrupsioni dhe vjedhje të fondeve të bujqësisë në vitin 2020. Sipas dosjes së mashtrimit me fondet për zhvillimin e bujqësisë, Rasim Zekaj përmes kompanisë së tij, Organic Herbs Kosova, ka përfituar para publike për të mbjellë bijë medicinale, por parat i ka devijuar duke ndërtuar vila pa leje në Stankaj të Pejës. Siç raporton portali Prapaskena, në kërkesën për arrestimin e tij, prokuroria e Kosovës theksonte në dosje se Rasim Zekaj përmes kompanisë Organic Herbs SHPK ka përfituar subvencione për bijë mjekësore dhe aromatike, bujqësi organike, por në realitet një pjesë të madhe të sipërfaqes e kishte mbjellë me jonxh, e cila përdoret si ushqim për bakti, dhe në bazë të programit për pagesa direkte të vitit 2020, kjo kulturë bujqësore nuk figuron fare në listën e bijëve mjekësore dhe aromatike. Sipas dosjes penale, Rasim Zekaj përmes mashtrimit ka përfituar 10 mijëra euro nga fondet publike të akorduar për bujqësinë,
ndërsa akuzohet se ka korruptuar disa zyrtar duke u dhënë rishfet për zhvatur parat publike. Rasim Zekaj ka dhënë mijëra euro rishfet tek zyrtarët e ndërlidhur me subvencionet, konkretisht dy inspektorëve Bekim Bruçi dhe Blerim Mulliqi, si dhe drejtori i AZHB-s Luan Statovci, i arrestuar në vitin 2021. Statovci ka pranuar shuma të ndryshme të parave nga persona të ndryshëm në mënyrë që ata t'i fuste në listën e përfituesve për subvencione. Në një rast, gjatë përgjimeve, Statovci dëgjohet duke thënë se e ka në posedim shumën prej 600.000 eurosh, e bënte plane që të blinte një banesë në vlerë nga 200.000 deri në 300.000 euro. Gjatë bastisjeve janë sekuestruar rreth 433.160 euro, $600, 200 franga, 275 lira turke, 15 telefona, 8 vetura, një kompjuter, 5 armë, një USB dhe një vull. Ndërkaq Rasim Zekaj, sipas dosjes së vjedhjes së parave për bujqësinë, ka ndërtuar vila pa leje në pronë publike në zonën turistike të quajtur Stankaj. Vilat i ka ndërtuar në tokat bujqësore. Përmes tyre, Zekaj dyshohet se ka pastruar paratë e vjedhura publike me anë të mashtrimit si dhe paratë e donacioneve. Evidenca, dokumente, transaksione dhe një dëshmi diplomatike tregojnë se vëllezërit Ramiz dhe Rasim Zekaj qëndrojnë pas zbatimit të një skeme kriminale të pastrimit të parave, të donacioneve të errta nga Kuvajti dhe Katari, të pasuri të paluajtshme nga Tirana në Prishtinë, në maskën e bamirësisë dhe ligjërimeve me karakter fetar, përmes një karteli fondacionesh dhe kompanish imobiliare. Miliona euro të përvetësuara me projekte fiktive janë investuar në godina, vila, dyqane, apartamente e të tjerë, pasuri të cilat më pas kanë kaluar në emrin e Ramiz Zekajt dhe familjarëve të tij përmes kontratave false, dhurimeve dhe manovrave të ndryshme. Nawaf Mohamed Ali Humud Fawaz dhe Ghanem bin Saad Maged Al Saad Al Kuwari nga Katari rezultojnë dy nga urtakët e Ramiz Zekajt dhe personazhe kyç në përvetësimin e pasurive, produkti, donacioneve dhe shoqatave të bamirësisë. Aktiviteti i dyshuar kriminal është zhvilluar në nënhundën e institucioneve ligjzbatuese shqiptare, sidomos të shërbimeve informative. Kolegji Universitar Instituti Kanadez i Teknologjisë në Porçelan, Tiranë, një godinë me vlerë miliona euro, produkti i donacioneve nga Katari, ka përfunduar në duart e Ramiz Zekajt për vetëm 900.000 lekë. Në vitin 2011 themelohet në Tiranë shoqëria Talm Albania me objekt në fushën e arsimit, kulturës, edukimit, formimit, kërkimit dhe aplikimit shkencor, si dege Talm Group në Doha të Katarit. Vendi i aktivitetit rezulton në ish blok, Qendra Zayed, një organizat me karakter fetar. Siaseti i kësaj shoqërie është edhe Kolegji Universitar Instituti Kanadez i Teknologjisë në Tiranë. Për regjistrimin e kompanisë është autorizuar Hamad Ben Abdenabi, një tunizian me aktivitet të dyshim në Shqipëri. Pronari i Talm Group në Doha të Katarit rezulton Gabim bin Saad Al Saad, themeluesi disa organizatave në Doha dhe sipërmarrës në fushën e pasurive të paluajtshme. Në shtator 2012 ndryshon emri i shoqërisë nga Talm Albania në CIT. Në vitin 2013 shfaqen Ghanem bin Saad Maged Al Saad Al Kuwari. Talm Group në Doha të Katarit i dhuron kompanisë në Tiranë CIT, që kamuflon institutin kanadez, Ghanem bin Saad Maged Al Saad Al Kuwari. Në gusht të vitit 2019 shfaqet Ramiz Zekaj, i cili i blen për një vlerë qesharake kompaninë CIT për 900.000 lekë, Ghanem bin Saad Maged Al Saad Al Kuwarit, duke marrë në pronësi edhe godinën e Kolegjit Universitar Instituti Kanadez i Teknologjisë në Tiranë. Një pasuri me vlerë miliona euro kaloi në duart e studiuesit të orientalistikës dhe jurisprudencës islamike Ramiz Zekaj për vetëm 900.000 lekë. Në krye të shkollës vendoset Ramiz Zekaj. Instituti Kanadez ushtron një aktivitet jo transparent dhe të jetë të dyshim. Kjo godinë xhavzotaj të Durrësit, e cila funksionon si shtyp shkroj me vlerë miliona euro, është një tjetër pasuri produkti donacioneve të errta nga Katari dhe Kuvajti. Pasuria është përvetësuar nga profesori Ramiz Zekaj duke e kaluar në emrin e bashkëshortes së tij, Ndriçime Zekaj, dhe që administrohet nga vëllai i tij Rasim Zekaj, i skeduar për krime ekonomike nga autoritetet ligjzbatuese të Kosovës. Godina kamuflohet me fondacionin Millennium IRI 2, i cili ka qarkulluar shumë të mëdha donacionesh në mungesë të plot transparence. Përmes këtij fondacioni me lidhje interesash me Institutin Kanadez, pastrojnë çdo vit qindra mijëra euro, ndërsa shtyp shkronja ushtron një aktivitet formal për të mbuluar pastrimin e parave. Më konkretisht, në shtator 2016 themelohet fondacioni Millennium IRI 2 me objekt prodhim materiali për shtyp shkronjë dhe amballazhi për fason. Fondacioni është në pronësi të kompanisë Sky General Trading 52%, Millennium IRI 40% dhe Rasim Zekaj, vëllai i Ramiz Zekaj me 8% të aksioneve, i cili është edhe administrator. Pronare e kompanisë Millennium IRI që ka 40% të aksioneve të fondacionit që kamuflon shtyp shkronjën me vlerë miliona euro, është Ndriçime Zekaj, bashkëshortja e Ramiz Zekajt. Zonja Zekaj, e cila ka qenë disa herë objekt vjedhje për shkak të shumave të parave kesh që mban në banesë, kontrollon edhe fondacione të tjera, përfshirë edhe shoqata të ngruaja, e cila qarkullon para të dyshimta. Millennium IRI është themeluar në vitin 2003
dhe kasi objekteve primtarie shtyp shkronjë, por edhe ndërtim objektesh. Mileniumi i ri që ka qarkulluar paratë e errta donacionesh është fija me cilën grupi Zeka i kontrollon Mileniumin e ri 2, një pasuri me vlerë miliona euro gjithë një produkti i donacioneve të errta. Ndërkaq kompania Sky General Trading, që ka shumicën e aksioneve tek Mileniumi i ri 2, funksionon si një agjenci imobiliare, duke pastruar paratë e donacioneve në pasuri të paluajtshme. Jo rastësisht, administratori i kompanisë Sky General Trading rezulton Rasim Zekaj, vëllai i Ramizit, një personazh kyç në qarkullimin e parave dhe menaxhimin e pasurive, produkti i donacioneve të errta. Kumbari i Ramiz Zekaj kontrollon radion me karakter fetar Kontakt, një rrjet dyqanesh, vilash, ndërtesash dhe shoqata të ngruaja, që të gjitha kamufluar në emrin e vajzës dhe e bashkëshortes, zonjës Ndriçime Zekaj. Si shoqata gruaja, ashtu edhe radioja janë produkti donacioneve nga vendet arabe dhe qarkullojnë qindra mijëra euro të dyshimta, shkruan prapaskena. Mbretëria e Arabisë Saudite, Republika Arabe e Egjiptit, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Mbretëria e Bahreinit kanë saktuar 59 individ dhe 12 shoqata që kanë financuar organizata terroriste, duke marrë mbështetje financiare nga Katari. Në një deklaratë të përbashkët thuhet se, si rezultat i shkeljes së vazhdueshme nga autoritetet në Doha të detyrimeve dhe marrëveshjeve të nënshkruara prej tyre, duke përfshirë premtimin për të mos përkrahur ose e fshehur elementa apo organizata që kërcënojnë sigurinë e shteteve dhe për të mos injoruar kontaktet e përsëritura që ata kërkuan për të përmbushur ato që kishin nënshkruar në marrëveshjen e Riyadit të vitit 2013, në mekanizmin e tyre të zbatimit dhe në marrëveshjen suplementare më 2014, të 4 shtetet kanë rënë dakord të klasifikojnë 59 individ dhe 12 subjekte në listat e tyre të ndaluara të terroristëve, të cilat do të përditësohen në vazhdimsi dhe do të shpallen. Megjithse ka 2 dosje hetimore në SPAK për korrupsion dhe vjedhje të fondeve publike nëpërmjet tenderëve me vlera financiare të dyfishuara, me dokumentet falsifikuara dhe pagar, kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi nuk po procedohet penalisht. Paprekshmëria e ka nxitur Celibashin të vazhdojë batërdin me tenderët e KQZ-s dhe për shërbime që janë financuar fiktivisht 2 ose 3 herë. Madje duke u dhënë kompanive me pronar që janë në hetim nga SPAK për grup të strukturuar kriminal përmes tenderëve. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 12 janar 2026, kryetari i KQZ-s Ilirian Celibashi ka njoftuar zhvillimin e tenderit me objekt. Mirëmbajtja e moduleve ekzistuese të KQZ-s me vlerë kontrate 480 milion lekë me TVSH. Përveç faktit që këtë lloj tenderi Ilirian Celibashi e bën fiktivisht çdo vit me të njëjtën vlerë, ai ja ka dhënë kompanisë Intelisoft SHPK me pronar Gëzim Hoxhën, antar i bandës Ergys Agasi. Me kërkesë të SPAK-ut dhe vendim të gjykatës së posaçme, Gëzim Hoxha është proceduar penalisht si pjesë aktive e grupit të strukturuar kriminal Agasi, me mas siguri e ndalimi daljes jashtë Shqipërisë, për pjesëmarrje formale në tender, lëshim fatura shtatimore dhe transaksione fiktive ndaj kompanive që nuk ishin pjesë e tenderimeve. Por ky fakt nuk e ka ndaluar Ilirian Celibashin që t'i jap Gëzim Hoxhës tenderin e radhës, me ofertë 70 milion lekë më tepër, duke përdorur kompani që kanë marrë pjesë fiktivisht në tender. Në tender ka marrë pjesë sa për numër dhe pa ofertë ekonomike edhe kompania Naol SHPK me pronar Olti Muçën, ndërsa Ilirian Celibashi ka realizuar skemën për t'ia dhënë tenderin antarit të grupit Agasi me 70 milion lekë më tepër se oferta më e ulët. Më 13 mars 2019, 5 muaj pas krijimit vetëm për transport udhëtarësh, kompania Air Albania shtoi në objektin e aktivitetit edhe transportin e mallrave me lejen e qeverisë si ortake dhe përfaqësuese e flamurit të shtetit shqiptar, por pa miratimin e autoritetit të aviacionit civil. Nisur nga fakti se një nga avionet e kompanisë Air Albania përdori nga kryeministri Edi Rama si charter personal, autoriteti i aviacionit civil e lejoi në heshtje transportin e mallrave, ndërsa shërbimet e policisë dhe të sigurisë nuk kontrollonin se çfarë mallrash transportonin Sinan Idrizi dhe ortakët turq me avionët e Air Albania. Pamfleti ka publikuar raporte të shish dhe agjencive partnere të SBA-BE-s, sipas të cilave me avionët e kompanisë me flamur shtetëror shqiptar janë transportuar ilegalisht nga Tirana drejt vendeve jo anëtare të BE-s dhe anasjelltas, mallra të rrezikshme dhe që janë objekt aktiviteti të grupeve kriminale. Pas 5 vitesh, autoriteti i aviacionit civil u detyrua nga agjencitë partnere të antimafias dhe homologët ndërkombëtar të reagojë, duke vendosur ndalimin e kompanisë Air Albania për transportin e mallrave të rrezikshme me vendim numër 113 datë 25 tetor 2024 të firmosur nga drejtori i autoritetit aviacionit civil Maksime Tema. Kompania Air Albania u përjashtua nga aktiviteti për të transportuar mallra të rrezikshme për në Shqipëri dhe anasjelltas nga vendet anëtare dhe jo anëtare të BE-s. Ndërkohë, vendimi numër 35 datë 15 prill 2024 i autoritetit aviacionit civil zbuloi skandalin se kompania Air Albania ka përdorur 3 pilot turq, Mojtapa Meshkin Kelk, Deniz Havza
Ali dhe Ismail Faruk Kizila pa licenca të vlefshme për fluturime as nga vendet jashtë BE-s. Kjo është bërë e lejueshme në shkelje të standardeve ndërkombëtare të certifikimit të ekuipazhit ajror dhe në shkelje të urdhrit numër 218 të qeverisë shqiptare për certifikatat e pilotëve nga vendet e tjera, por edhe pas vendimeve të Autoritetit Aviacionit Civil, Sinani Drizi dhe administratorët turq Sinan Dilek e Sinani Sik të Air Albania kanë vazhduar transportin e mallrave të ndaluara dhe përdorimin e pilotëve të pacertifikuar, duke shfrytzuar lidhjen me kryeministrin Edi Rama. Këto vendime aktualisht nuk kanë më efekt praktik, pasi kompania Air Albania ka falimentuar, ka ndërprerë aktivitetin dhe ndodhet në hetim nga SPAK, si dhe në procese gjyqësore ndërkombëtare për mashtrim financiar me kontratat e qirave të avionëve të pasagjerëve. Më 14 qershor 2025, pamfleti publikoi një informacion të siguruar nga BKH, sipas të cilit agjentët e FBI-s pranë BKH dhe SPAK i dorëzuan Altin Tumanit një rekomandim për nisjen e hetimit mbi udhëtimet e kryeministrit Edi Rama me avionin charter qeveritar Ismaili. Hetimi u nxit për shkak të natyrës hermetike të fluturimeve pa kontroll doganor dhe policor të avionit charter Ismaili gjatë 7 viteve me ose pa praninë e Edi Ramës nga Tirana drejt Stambollit, Ankaras, Dubait, Abu Dhabit, Bielorusis, Azerbajxhanit dhe destinacioneve të tjera jashtë BE-s dhe anasjelltas. Objekti i hetimit që Altin Tumani nuk e nisi dhe që prej 8 muajsh po kryhet nga FBI ka të bëjë me mallrat dhe personat që kanë udhëtuar me avionin e kryeministrit Edi Rama, pasi agjencia amerikane ka indicie për transport vlerash monetare, ari, trafiqe ndërkombëtare dhe persona në kërkim. Një situatë absurde në shpërdorim flagrant të detyrës dhe rrezikimin e jetës së studentëve po konsumohet brenda mureve të Universitetit të Sporteve të Tiranës. Në drejtimin e rektorit Agron Kasa, institucioni është kthyer në një çiftlik personal, ku ligji shkelet me votime unanime të detyruara, ndërsa siguria e studentëve trajtohet si mall pa vlerë, ndërsa taksapaguesit shqiptar paguajnë paga të majme për një organik të mbushur me titull mjekësor. Studentët e UST lihen në mëshirë të fatit. Denoncimet e brendshme zbulojnë një fakt tronitës. Në organikën e universitetit figurojnë mbi 10 mjek, përfshirë emra si profesor doktor Robert Sina, profesor doktor Dimitraj Prifti, profesor doktor Lindita Agolli, profesor doktor Vjollca Shpati e të tjerë. Megjithatë, u vjen puna për të shoqëruar studentët në modulin e skive outdoor në temperatura ekstreme dhe terrene të vështira. Këta mjek VIP përjashtohen nga detyrimi me bekimin e rektorit. Studentët, të cilët kanë të drejtë ligjore për shërbim shëndetësor cilësor gjatë aktiviteteve mësimore, lihen të pambrojtur. A është kjo neglizhencë apo pa aftësi menaxheriale? Faktet tregojnë për më keq. Në vitet e kaluara, papërgjegjshmëria ka arritur kulmin kur në vend të një mjeku urgjence, studentëve u është dërguar një fizioterapist, djali i një ish dekani, së vëndës rektori aktual, ose një mjeke shtatzën, e cila e kishte të pamundur të ndiqte studentët në terren. Kjo është fytyra e vërtetë e menaxhimit Kasa, që ka përmiqt rrezik për studentët. Për të mbuluar këtë dështim menaxherial, rektori Kasa akuzohet se përdor senatin akademik si noter të dëshirave të tij personale. Së fundmi është denoncuar një skem presioni ku pedagogëve u imponohen marrëveshje individuale të palikshme, të artuara nga komisione fantazëm që bien ndesh me kodin e punës dhe ligjin për arsimin e lartë. Qëllimi është që të detyrohen individ të caktuar, të padëshiruar nga rektori, të mbulojnë gropat që lë pa aftësia e tij, ndërsa mjekët e tjerë të punësuar, të cilët mbajnë 2 apo 3 punë, si rasti i denoncuar i mjekëve që punojnë paralelisht në QSUT, të vazhdojnë të qetë. Kjo skem shkon deri aty, sa ndryshojnë rregullore dhe vendime senati ad hoc vetëm për të goditur pedagog të veçantë, ndërsa të preferuarit e rektorit shijojnë privilegjet e mosndëshkimit, ndërsa përgatitet ekspedita e radhës në shkurt 2026 me rreth 191 persona, student dhe staf. Dokumentet tregojnë se rektori nuk ka marrë asnjë masë serioze për sigurinë shëndetësore, edhe pse ligji kërkon që operatori ekonomik të sigurojë mjek. Situata përsëritet. Tendrat hidhen për hoteleri dhe ushqim, por jeta e studentëve mbetet në dorë të fatit. Pse nuk aktivizohet kontrata me urgjencën kombëtare 127, pse nuk kërkohet zyrtarisht mjek nga spitali rajonal, por tentohet të arnohet situata me vullnetar të detyruar. Kjo nuk është thjesht një shkelje administrative, është një vepër e pastër penale e shpërdorimit të detyrës që rrezikon shëndetin publik të studentëve. Rektori Agron Kasa duhet t'jap llogari pse kur në UST paguhen 10 mjek, asnjëri nuk është në dispozicion të studentëve, pse falsifikohen proceset vendimarrëse në senat për interesa personale. Kush do të mbajë përgjegjësi nëse një studenti i ndodh diçka në dëbor pa asistencë mjekësore? Pedagogët e ndershëm refuzojnë të jenë bashkëpunëtor në këtë krim institucional. Është koha që organet e drejtësisë dhe Ministria e Arsimit të ndërhyjnë para se të jetë vonë. Studentët nuk janë mish për tokë për tekat e rektorit. Edi Rama deklaroi në podcastin e së dielës se ka biseduar me ministrin e drejtësisë së Francës, duke thënë se do të ruaj pavarësinë e drejtësisë, por do të ndihmojë që ajo të mos jetë e njëanshme. Një sinjal i koduar për të thënë se mazhoranca do të realizojë ose do të pengojë lirinë e fortë të prokurorisë speciale. Siç mësohet, mazhoranca ka braktisur planin fillestar për të zvogëluar kompetencat dhe pushtetin e SPAK-ut
ndërkohë që do të rrisë fuqinë e gjykatës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Plani është i thjeshtë, pritet hartojë një ligj që i rrit fuqinë GKK-s, duke shtuar një dispozitë kalimtare që rinovon totalisht përbërjen e gjykatave kundër krimit dhe korrupsionit, si në shkallën e parë ashtu edhe në apel. Nga ana tjetër pritet të ndryshohet fuqia e Këshillit të Lartë Gjyqësor, i cili do të ketë të drejtë hetojë nëse ndonjë institucion tjetër, për shembull SPAK-u, ka përgjuar apo ka prekur të drejtat e gjykatës. Ndërkaq mësohet se GKK do të nxitet të ndryshojë dhe rinovojë përbërjen e gjykatës kundër krimit dhe korrupsionit. Një tjetër zhvillim i ri do të jetë Kodi Penal, i cili përveç njëmorie ndryshimesh do të ketë dy zhvillime të rëndësishme. Shpërdorimi i detyrës nuk do të quhet më vepër penale, ndërsa çdo akt që ndjek një audit ose kontrollin e lartë të shtetit nuk do të konsiderohet vepër penale. Kjo do të thotë se SPAK nuk mund të ndjek më zyrtarët e lartë për veprat që kanë ndjekur deri më sot. Nëse ndodh kjo, atëherë SPAK-u do të ketë vetëm 3 nene të kodit penal dhe procedurën si shtrat të aktivitetit të vet. Ky akt synon dy objektiv: bllokimin e fushës së veprimit të SPAK-ut ndaj zyrtarëve të lartë nga njëra anë, dhe nga ana tjetër ndarjen me thik dhe krijimin e një institucioni krejt të ndarë nga drejtësia speciale siç është gjykata e posaçme. Me fjalë të tjera, reforma e re synon ta lërë SPAK-un si një ishull pa pasur asnjë aleat real në sistemin e drejtësisë, ndërkohë që prokurori i përgjithshëm pritet marrë kompetenca të fuqishme kontrolli ndaj të gjithë prokurorëve të rretheve. Kjo do të sillte realisht rikthimin e fuqisë së tipit Adriatik Llalla në të gjithë prokurorit përjashto SPAK-un. Ndërkohë në prokurorinë e apelit, prokuroria e përgjithshme do të ketë sërish kontroll të fortë, duke ndikuar nëpërmjet kërkesave që vijnë nga palët. Me një fjalë, në reformën e re, Rama synon të ketë një GKK jashtë sferës amerikane përmes ndryshimit të përbërjes së saj, si dhe izolimin total të SPAK-ut. Qeverisja e Edi Ramës ka hyrë në një fazë që nuk mund të shpjegohet më me ciklet normale të konsumimit politik, por me një rënim gradual të legitimitetit moral dhe funksional të pushtetit. Pas më shumë se një dekade në krye të ekzekutivit, Rama nuk shfaqet më si drejtuesi një projekti reformues, por si menaxheri një sistemi të mbërthyer nga kontradikta, i varur nga interesat e errta dhe i paaft për të prodhuar besim publik. Pas një cikli të gjatë dominimi institucional dhe komunikativ, ajo që dikur u paraqit si projekt transformues është ndërruar në një strukturë vetëmbrojtëse, të mbyllur ndaj kritikës dhe të varur nga ekuilibra informal që mbajnë pushtetin në këmbë, por e boshatisin nga përmbajtja demokratike. Kjo fazë terminale nuk manifestohet përmes një kolapsi të menjëhershëm, por përmes lodhjes kronike, normalizimit të anomalive dhe një diskursi politik që flet gjithnjë më pak për politika publike dhe gjithnjë më shumë për armiq real apo imagjinar. Në qendër të këtij rënimi qëndron perceptimi i konsoliduar se korrupsioni nuk është më devijim, por metodë qeverisjeje. Vitet e gjata në pushtet kanë prodhuar një arkitekturë vendimarrjeje ku interesat private, koncesionet e dyshimta, partneritetet publike-private pa transparencë dhe politizimi ekstrem i administratës janë bërë pjesë e mekanizmit qeverisës. Mungesa e përgjegjësisë politike për skandale të përsëritura ka krijuar bindjen se pushteti nuk e korrigjon më veten, por e mbron status quo-n me çdo kusht. Kur korrupsioni perceptohet si i pashmangshëm dhe i pandëshkueshëm, qeverisja humb funksionin moral përpara se të mbajë shumicën numerike. Paralelisht, narrativa e kapjes së shtetit nga grupe kriminale dhe oligarkike ka kaluar nga akuzë opozitare në shqetësim shoqëror, kur krimi i organizuar përmendet rregullisht si faktor elektoral, ekonomik dhe territorial, dhe kur përgjigjja e qeverisë mbetet mohimi ose relativizimi, problemi nuk është më thjesht politik, por krizë besimi. Një pushtet që nuk arrin të bindë se është i pavarur nga këto struktura, në thelb ka humbur monopoli moral të qeverisjes, pavarësisht shumicave parlamentare që zotron. Edhe në planin ndërkombëtar, lodhja ndaj qeverisjes aktuale është e dukshme. Retorika properëndimore dhe pozicionimi formal euroatlantik nuk mjaftojnë më për të mbuluar shqetësimet reale partnerëve strategjik mbi korrupsionin dhe funksionimin e shtetit ligjor. Sinjalet e ftojes politike, përdorimi i instrumenteve ndëshkuese ndaj individëve të lidhur me pushtetin dhe mungesa e entuziazmit të dikurshëm për modelin shqiptar kanë krijuar një lloj embargoje politike të pashpallur. Rama nuk trajtohet më si lider reformash, por si faktor stabiliteti i përkohshëm që duhet menaxhuar, jo promovuar. Nga ana psikopolitike, sjellja publike e kryeministrit reflekton shenja të qarta të një pushteti të lodhur. Retorika ironike dhe shpesh përçmuese ndaj kritikëve, personalizimi i çdo debati dhe tendenca për ta paraqitur kundërshtimin si komplot janë simptoma të një leadershipi që nuk synon më të bindë, por të kontrollojë. Kur komunikimi politik shndërrohet në mekanizëm mbrojtjeje, qeverisja humb aftësinë për të udhëhequr. Në këtë kontekst, dorëheqja nuk do të ishte kapitullim personal, por domosdoshmëri politike. Një largim i kontrolluar do të përbënte akt përgjegjësie ndaj një shoqërie të polarizuar, institucioneve të konsumuara dhe një procesi integrimi europian që nuk mund të mbahet peng nga mbijetesa e një lideri. Vazhdimi i epokës Rama nuk e stabilizon vendin, e ngurcon krizën dhe e kthen normalitetin e kalbur në standard qeverisjeje. Një skandal i radhës ka ndodhur te onkologjiku, epiqendra e vuajtjeve njerëzore dhe strapacimeve pafund,
ku një krye infermiere stresonte pacientët duke i thirrur përpara seancës së kimios për t'u marrë pazarin. Një kalvar i gjatë që çoi në denoncimin e Belkize Gjedjas, krye infermieria që ishte kthyer në thirrja numër 3 në QSUT. Situata zgjati sa pacientë dhe familjarë denoncuan në të gjitha portalet, por largimi nuk ndodhi kollaj, u desh të trashej shumë zullumi që ta largonin nga onkologjiku, dhe tmerrin e pacientëve terminale zhvendosën paralelisht duke e çuar te pediatria. Siç mësohet, mjaft pacientë që e kanë marrë vesh kush është i largohen si djallit e mjanit infermierës në fjalë, njësoj si xhuxhat e barbardës shtrigës me mollën e helmuar. Sërish kanë vërshuar denoncimet në portale duke u ankuar se si ka mundësi që një njeri me precedent kaq të rënd të dërgohet te fëmijët. Infermieria në fjalë në onkologjiku çmend pasi ofendonte pas një droji të gjithë pacientët e kimioterapisë, duke u kthyer në kujdestaren e frikës që e kishte bërë partin si pronë të saj. Ajo ofendonte dhe sulmonte të gjithë kolegët e tjerë duke ndaluar vendosjen e një grafiku pa urdhrin dhe firmën e saj. Çdo punonjës që e kundërshtonte thirrjen numër 3 prakizën merrte kërcënimin për largim nga puna. Pacientë dhe familjarë ka denoncuar se ajo kërkonte zarfe me 50.000 lekë nga punonjësi, ndryshe do t'i lëvizte nga kimioterapia. Situata arriti e u bë mullar sa siç mësohet shkuan edhe denoncime në organet e drejtësisë, po pse nuk u shkarkua dhe nuk u dërgua për ndjekje penale nga prokuroria dhe nga kupola e QSUT-s për të shmangur një skandal apo për të mos hapur një kanal të ri sulmi ndaj qeverisë. Qoftë si tjetë, ama në spitalin e fëmijëve ka nisur paniku, pasi prej ditësh tonë se na ka ardhur shtriga brenda dhe personeli ka frikë se mos ripërsëritet historia e zarfeve kërcënuese edhe këtu. Drejtoria e QSUT-s duhet të ndryhej menjëherë, pasi kemi të bëjmë me një situatë ku qytetarët kanë reaguar vetëm kur u ka ardhur shpirti në majthundës. Pa përmendur personelin e onkologjikut, i cili i ka shprehur të gjitha pakënaqësitë me kohë, por nuk ja ka vënë veshin kush, siç duket si gjithmonë presin të shpërthejë skandali. Disa ditë më parë, emri i Shpresa Breçanit, mbesës së Sali Berishës, doli si administratore tek hoteli luksoz Royal Hills në Vorë, në ortakëri me Elisaveta Treskën, e lidhur me familjen Berisha, të cilën Edi Rama emëroi drejtoresh të Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi në Tiranë. Lidhja e tyre në biznes dhe emrimi i Elisaveta Treskës në krye të sanatoriumit përbën pazarin dhe qokën e radhës që Edi Rama i ka bërë familjes së kryetarit të PD-s për të pasur nën kontroll sektor të shërbimeve publike mjekësore, ku qarkullojnë miliona euro tender, por bie në fakti që në çdo afer, krim apo lidhje pushteti ku përfshihet familja e Sali Berishës, del emri i mbesës së tij, Shpresa Breçani, në rolin e ekspertes kontabël, ndërtueseje, pronareje hotelesh e tokash, si dhe manipuluese bilancesh të kompanive të mafiozëve dhe të koncesioneve që ka dhënë daja i saj kur ishte kryeministër. Ja disa kompani mafioze ku ka dalë emri i Shpresa Breçanit. Ortakërinë me drejtoreshën e sanatoriumit tek hoteli Royal Hill në Vorë, besa e Sali Berishës e mohoi, duke deklaruar se ishte administratore likuidimi e caktuar nga gjykata. Por sipas dokumentit që po publikon pamfleti administratore falimenti, rezulton Elisaveta Treska. Emri i Shpresa Breçanit doli si eksperte bilancesh e kompanisë Alba Demil të fabrikës në Gërdec, ku Shkëlzen Berisha ishte ortak kryesor de facto me Mihal Deliorgjin. Doli si eksperte kontabël të kompanitë Fantazëm, Rudnep, Blenkers Petroleum, Rom Petrol dhe Petrol Slovenia Tirana të Damir Fazlić dhe Argita Berishës, por edhe në bilancet e tunelit të Llogaras. Doli në bilancet e kullave Partizani, që ndërtuan Jamarbër Maltezi dhe Fatmir Bektashi, por edhe në 12 komplekse me vila dhe pallate që janë ndërtuar e po ndërtohen në periferi të Tiranës. Doli në bilancet e Armos, të cilën Sali Berisha kur ishte kryeministër ja shiti për 5 lek trafikanti dhe kontrabandistit Rezar Taçi, njëkohësisht sponsori i fondacionit të Liri Berishës. Doli si eksperte bilancesh falimenti për grupën e zez financiare të televizionit Alsat të Rezar Taçit dhe një grupi i mafios të përfshirë në trafiqe, kontraband karburantesh dhe pastrim parash. Doli në bilancet e Bel Air, kompani që mashtroi dhe zhvati 53.000 qytetar me bileta avioni, pa kryer fluturimet, kompani e lidhur si biznes me familjen Berisha dhe ish ministra të qeverisë së saj. Doli si eksperte kontabël e një kompanie me aktivitet bixhozi, call center dhe pastrim parash, krijuar në Shqipëri nga një prej krerëve të grupit mafioz italian Sacra Corona Unita, një ortakëri me mafiozin Artur Shehu, i cili grabiti 600 hektar tokë në Vlorë gjatë pushtetit të Sali Berishës. Doli si pronare 16.000 m2 tokë në Porto Romano, por edhe si kontabiliste likuidimi 73 kompani të tjera me aktivitet pastrimi parash në ndërtime, energji, rrugë dhe importe, të cilat janë çuar fiktivisht në falimentim përmes bilanceve false të artuara nga Shpresa Breçani. Emri i saj ka dalë në 27 pasuri të paluajtshme dhe biznese të regjistruara në emër të bashkëshortit Feriz Breçani dhe djalit Endrit Breçani, si dhe në një leje ndërtimi të dhënë nga kryeministri Edi Rama për një kompleks apartamentesh në Lals, dokumentet e së cilës do të publikohen në vijim.
Në dhjetor të vitit që lëm pas, Ujësiellës Kanalizime Tirana vendosi të shpenzojë rreth 470.000 euro për blerjen e 1.000 matësave të ujit me lexim në distancë, një vendim financiar që në dokumente paraqitet si blerje teknike, por që në praktik u realizua përmes një ndarjeje artificiale të objektit, duke e copëzuar tenderin në 2 kontrata të ndryshme për një produkt final. Dokumentet zyrtare të publikuara në sistemin e prokurimeve tregojnë se më datën 12 nëntor 2025, UKT miratoi specifikimet teknike dhe kriteret e kualifikimit për procedurën e titulluar, blerje matësa ujë mekanik me transmetim për nevojat e UKT-SHA, ndërkohë që drejtimi i institucionit mbahej nga Skerdi Drenova, i cili ushtronte funksionin e drejtorit të përgjithshëm në momentin kur u ndërtua arkitektura e tenderit dhe u formalizua ndarja e tij, në vend që blerja të shpallej si kontratë vetme për matësa me lexim në distancë. UKT zgjodhi të ndajë objektin në 2 lote, duke krijuar një kontratë për trupin e matësit dhe një kontratë të veçantë për pajisjet e transmetimit të të dhënave, edhe pse pa kombinimin e të dyjave nuk ekziston asnjë funksion real i matjes në distancë, çka e bën këtë ndarje jo teknike, por procedurale. Nga kjo ndarje dolën 2 tendera të ndryshëm, njëri me vlerë 45 milion lek PATVSH, i cili u fitua nga kompania Hidrofaho SHPK, dhe i dyti me vlerë 4.7 milion lek PATVSH, i cili u fitua nga kompania Jehona Soft SHPK, në një procedurë ku dokumentet tregojnë se u paraqit vetëm një ofertë vetme. Në tenderin për matësit rezultojnë 2 operatorë ekonomik, por njëri u skualifikua gjatë procedurës, ndërsa tenderi për pajisjet e transmetimit u zhvillua pa gara reale, duke e kthyer shpalljen e fituesit në një formalitet të prodhuar nga vetë mënyra se si është ndërtuar procedura. Bashkimi i 2 kontratave nxjerr shifrën reale të kësaj blerjeje, e cila arrin në 470.000 euro për 1.000 matësa, ose afërsisht 470 euro për çdo njësi, një kosto që bie në sy edhe pa analiza të sofistikuara. Pasi krahasimi me çmimet reale të tregut tregon se një matës mekanik i tipit DN15 ose DN20 tregtohet zakonisht me vlera që variojnë nga 20 deri në 40 euro. Një modul transmetimi për lexim në distancë në teknologji LoRa ose radio kushton mesatarisht nga 30 deri në 70 euro, ndërsa instalimi i një pajisjeje të tillë në terren ka një kosto që luhatet nga 20 deri në 40 euro. Edhe në një skenar maksimal, ku çdo komponent merret me çmimin më të lartë të mundshëm, kostoja reale për një sasi nuk e kalon 100 deri në 150 euro, ndërsa UKT ka paguar rreth 470 euro për çdo matës, një diferencë që shkon nga 3 deri në 4 herë më e lartë sesa vlera normale e tregut, dhe që nuk shpjegohet nga teknologjia, nga instalimi apo nga ndonjë veçori e jashtëzakonshme e pajisjeve. Proces verbali që argumenton dhe miraton specifikimet teknike mban datën 12 nëntor 2025 dhe përbën dokumentin bazë mbi të cilin u ndërtuan 2 tenderat, dokument që u miratua gjatë drejtimit të Skerdi Drenovës, i cili u shkarkua nga detyra vetëm pak javë më vonë, pas krizës së furnizimit me ujë që preku Tiranën. Pas largimit të Drenovës, drejtimin e UKT-s e mori Flowers Shoshi, ndërsa kontratat e ndërtuara më herët nuk u ndalën dhe nuk u bashkuan në një procedurë të vetme, duke lejuar që pagesat të vijojnë sipas skemës së miratuar më parë. Shpenzimi i 470.000 eurove për matësa uji nuk përfaqëson një detaj teknik, por një vendim financiar me pasoja të drejtpërdrejta mbi fondet e UKT-s, vendim që mban data, shifra dhe emra konkret dhe që ngre pyetje të drejtpërdrejta mbi mënyrën se si u ndërtua, u miratua dhe u realizua ky tender.